Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për historinë shqiptare. Kemi historianin, studiuesin Hasan Bello. Zoti Bello, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve, mirë se u gjeta. Jeni fokusuar më shumë te shekulli i 19, a ka përmbajtjet më të mëdha historia shqiptare në këtë shekull, veç se ndryshimit që neve të gjithë e dimë, pavarësia se si erdhi? Sigurisht që sidomos gjysma e dytë e shekullit 19 është periudha e nacionalizmit, e lëvizjes kombëtare që themi ne dhe një etapë kur shqiptarët fillojnë të dalin gjithnjë më shumë në skenën e historisë së Ballkanit, por edhe të Perandorisë Osmane. Pra është periudha më dinamike deri te pavarësia. Ne në literaturë e quajmë rilindja kombëtare shqiptare. Është një etapë shumë interesante ku ne jemi ata që bëm shtetin me fjalë. Pra para se të bënim shtetin ka një parahistori me fjalë. Kjo periudha 50-60 vjeçare para pavarësisë, e cila ka një intensitet dhe dinamik pa parë, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë shtetet e Ballkanit. Ka shumë interesante ku lidhet me këtë periudhë për ato vite që thonë dhe lidhet me figurën e Ismail Qemalit, Ismail Bey Vlorës, siç njihet ndryshe. Ishte iniciativa e tij për të sjellë pavarësinë apo ishin pjekur edhe kushtet për të ardhur pavarësia në vendin tonë? Atëherë, sigurisht që elita politike dhe patriotike shqiptare, e cila në këtë periudhë vepronte në kuadër të Perandorisë Osmane, duke nisur nga viti 1878, pra nga Kongresi i Berlinit dhe mbrapa, bëhet gjithnjë më shumë koshjente që Perandoria Osmane kishte marrë fund, pra si një shtet, pra nuk kishte perspektivë. Dhe këta fillojnë të organizohen edhe politikisht, edhe në aspektin kulturor, fushën e arsimit e tjerë. Dhe Ismail Qemali për këtë kësaj plejade ose gjenerate, pra të periudhës lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe më pas, i cili duke qenë pjesë e Perandorisë, ashtu si shumë shqiptar, intelektual shqiptar të atyre viteve, e panë që kjo perandori nuk kishte më perspektivë dhe ne duhet të përgatiteshim të merrnim masa që momentin që kjo të binte, shqiptarët i gjenden të përgatitur. Dhe duke nisur para që nga fundi i shekullit 19 edhe në fillim të shekullit 20, Ismail Qemali dhe figura të tjera të kësaj periudhe përpiqen që në kuadër gjithmonë Perandorisë Osmane të parashtrojnë sultanit disa memorandume, kërkesa të tjera për autonominë dhe më shumë liri dhe të drejta për kombësinë shqiptare në kuadër të Perandorisë Osmane. Ismail Qemali ka mbajtur disa detyra shumë të rëndësishme në atë periudhë, si këshilltar nën punës i ministrisë jashtme, pastaj ka qenë vali në disa vilayete shumë të rëndësishme të Perandorisë, ku aty është ka rënë sy me fjalë për kontributin dhe talentin politik që ky kishte për administruar ato njësi administrative, mirëpo për shkak të pikpamjeve të ndryshme që kishte me Sultan Abdulhamidin e dytë, po edhe leadershipin e Perandorisë në atë periudhë, ky shihet gjithnjë më shumë me një sy kritik pra nga këto drejtuesit e Perandorisë, sepse Ismail Qemali bënte pjesë ai grupim politik brenda Perandorisë që ishte për decentralizimin e saj, ndërsa sultani dhe një pjesë drejtuese ishte për ta centralizuar gjithnjë më shumë. Dhe për shkak të këtyre pikpamjeve që ky kishte, edhe për probleme të tjera që kishte Perandoria Osmane, fillon të anatemohet gjithnjë më shumë nga drejtuesit. Ismail Qemali është një politikan i atyre viteve që ishte konsideruar si filo britanik më tepër, sepse elita e Perandorisë ndajën disa rryma, të cilat kishin simpati për shtete të ndryshme të Europës, si modele të ndërtimit, po edhe si tarafe politike. Ky ishte filo britanik dhe përpiqet që këto pikpamjet e veta ose nismat që kishte të gjenden mbështetje tek Britania e Madhe apo te fuqitë tjera të kohës. Sigurisht që këto idetë Ismail Qemalit dhe të elitës politike shqiptare vijnë duke evoluar. Pra, nëse këta fillim ishin autonomist, pra kërkon një lloj autonomie të Shqipërisë ose të vilajeteve shqiptare brenda Perandorisë Osmane. Mirë, po duke pa precipitimin e ngjarjeve, sidomos në vitin 1912, Ismail Qemali dhe këta kalojnë nga kërkesa për autonomi të shtetit shqiptar në kërkesën për krijimin e një shteti të pavarur. Ai sigurisht ka pas një mbështetje politike jo vetëm nga bashkëkombësit e vet, por ka pas pra krijimi i shtetit shqiptar është edhe një projekt i fuqive të mëdha. Këtë ne duhet ta pranojmë, sepse tashmë është konfirmuar nga burime të ndryshme arkivore. Këtu kemi parasysh Austro-Hungarinë dhe Italinë, të cilat kanë dhënë një kontribut sigurisht për interesat e tyre, por të konsiderueshëm për krijimin e shtetit shqiptar.
Unë mendoj që krijimi i Shqipërisë është një projekt austro-hungarist edhe italian për të bërë barrierë ekspansioni slav në Ballkan, por nga ana tjetër edhe britanikët në këtë moment kishin interes që Rusisë t'i vijë një lloj barriere pra dhe influencës së saj tek shtetet ballkanike. Kështu që projekti është projekt austro-italian, ndërsa inxhinieri që është Ismail Qemali, pra inxhinieri zbatues, është një figurë politike që i përket, është filo-britanik, pra një person i cili i përket krahut britanik. Pra janë përput gjithë këto interesat gjeopolitike të fuqive më të mëdha të kohës për mbështet projektin e krijimit të shtetit shqiptar. Po pse nuk zgjati shumë edhe qeverisja e tij? A janë këto personazhe që neve pas më shumë se 100 vitesh i shohim sot si heronj dhe atëherë nga populli kanë pasur pak kënaqësi për mënyrën se si ato administronin? Atëherë, qeveria e Ismail Qemalit ka zgjatë 1 vit e gjysafërsisht, shumë pak, kjo për disa rrethana politike të kohës. Në atë periudhë do të kemi parasysh që fuqitë e mëdha kishin kontradikta lidhur me perspektivën e shtetit shqiptar. Pra, për mënyrën se do ndërtohej shteti, kush do të drejtonte e tjerë. Dhe qeveria e Ismail Qemalit në atë periudhë nuk u njoh si një qeveri kombëtare nga fuqitë e mëdha. U njoh si një faktor lokal. Mirë, po faktor lokal në këtë periudhë ishte Det Çoku në Lezhë, ishte Prengbik Doda në Mirdit, ishte Satpash Toptani në Durrës, pra kishte disa faktorë lokal të cilët fuqitë e mëdha i barazuan me qeverinë e Vlorës. Ismail Qemali pastaj në këtë periudhë ka edhe mangësi për sa i përket drejtimit qeverisë Vlorës, pra ka mangësi si drejtues, si kryeministër, të cilët janë vënë pa nga bashkëkohësit e Ismail Qemali, po edhe nga studiuesit më vonë, por nga ana tjetër ishte çështje alternativash. Në atë periudhë, për sa i përket pikpamjeve të ndryshme që elita jon politike kishte me njëri tjetrin, ishin këto tre kryesorët. Çështja e kryeqytetit. Pra, një grupim politik në atë periudhë, duke nisur me klerin katolik ose me muslimanët e Shkodrës, po edhe me Satpash Toptanin dhe disa figura të tjera politike, mendonin që kryeqyteti i Shqipërisë të ishte për shembull Shkodra ose Durrësi ose Elbasani. Ismail Qemali mendonte që ishte Vlora. Në këtë periudhë kemi një projekt për krijimin e Bankës Kombëtare Shqiptare. Ismail Qemali në presionin Austro-Hungarisë, Italisë dhe edhe Britanisë dhe Francës kërkonte që këtë koncesion, pra Bankë Kombëtare t'ia jepte kapitalit huaj. Madje ka një batutë kur shkon në Itali takon ministrin e jashtëm, Soninon, ai bën presion që pse nuk po dekreton çështën e krijimit Bankës Kombëtare me kapital austro-italian. Ky thotë në lindorët kemi parë thotë një burr të martuar me 3-4 gra, por nuk kemi parë një grua të martuar me 2-3 burra, pra për Bankën Kombëtare. Gjithsesi ky e dekreton krijimin e Bankës Kombëtare me kapital austro-italian, britanikët dhe francezët i lë jashtë koncesioni dhe edhe këtu pat kritika sepse sipas politikanëve shqiptar të kohës, dhënia me koncesion e një burimi aseti kombëtar ishte prerogativ ose e drejtë vetëm e parlamentit. Mirë, po në këtë periudhë nuk ishte parlament. Pra, ky është një debat që ka vazhduar edhe ditët e sotme, çështja e dhënieve me koncesion kush e ka drejtën, pra qeveria apo parlamenti. Kjo është pra pika e dytë, për cilën ta u përplasën. Pika e tretë është pra dhënia me koncesion e minierës Selenicës. Atëherë minierja Selenicës në Vlorë ishte një burim ekonomik që edhe para 12-s Perandoria Osmane e kishte dhënë me koncesion një kompanie franceze. Edhe në këtë moment, qeveria e Vlorës prap ishte në tratativa për ta dhënë me koncesion minierën Selenicës. Edhe për këtë u përplasën. Pra kishte përplasje parimore sepse historiografia komuniste ka theksuar gjithnjë më shumë sikur kjo përplasje ishte për çështje pushteti, për ambicie personale të Satpash Toptanit, Ismail Qemalit dhe figurave të tjera politike. Po në të vërtetë përplasja ishte për çështje shumë parimore. Ambicie normalisht kanë politikanët, edhe sot kësaj dite, se në politikë pa ambicie nuk hyhet, por ata janë përplasur për çështje shumë parimore. Pastaj për sa i përket arsyes pse fuqitë e mëdha i kërkuan ndërheqjen e Ismail Qemalit, në këtë periudhë kemi nënshkrimin e një marrëveshje të fshehtë midis Perandorisë Osmane dhe Bullgarisë. Bullgaria kishte qenë pjesëmarrëse në luftën e parë ballkanike, mirëpo në luftën e dytë ishte çamë me këto aleatët ballkanik, sepse nuk kishte marrë shumë territorë sa pretendonte. Dhe për këtë arsye ishte rikthyer prapë te Perandoria Osmane dhe duke nënshkruar një marrëveshje të shehtë. Mirëpo pjesë e kësaj marrëveshje ishin edhe shqiptarët. Shteti Perandoria Osmane ose përfaqësuesit e Perandorisë kontaktojnë me Ismail Qemalin dhe i thonë, nëse ti bashkë me qeverinë tënde
rreshtohesh për krah aleancës turke-bullgare, ne do të rikthejmë disa territore të cilët kishin ngelur jashtë kufive të vitit 13. Ismail Qemali, i zhgënjur nga fuqitë e mëdha dhe nga vendimet e konferencës së Londrës, që gjysmën e Shqipërisë kishin jashtë territoreve tona, bie dakord me Turqin dhe me Bullgarët për të marrë pjesë te kjo aleancë. Jo se këta do jepnin një kontribut, se Shqipëria atëherë nuk ishte as ushtria në forcë, kështu që do jepnin një kontribut te kjo aleancë, po thjesht politikisht dhe për t'i lënë disa lehtësira emisarëve ose ushtarakëve që të vinin në Shqipëri nga Bullgaria dhe nga Turqia. Për këtë, Pranëria Osmane dërgon një vapor me ushtarë dhe me oficerë, i cili zbulohet në portin e Vlorës, në limanin e Vlorës, se porti është fjalë e madhe, dhe në atë periudhë në Vlorë vepronte Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, i cili kishte edhe një xhandarmëri të vogël, dhe sapo kjo anije vjen në limanin e Vlorës, ata ushtrojnë kontroll dhe arrestojnë oficerët dhe ushtarët osman. Aty bëhet një proces gjyqësor ku konfirmohet që Ismail Qemali ishte implikuar në të ashtu quajturin puçin e Beqir Grebenias. Beqir Grebenia ishte drejtuesi i këtij operacionit. Për këtë arsye fuqitë e mëdha i lënë një afat Ismail Qemalit që brenda kaq ditësh do t'i japësh dorëheqjen. Sigurisht në parapaskim kësaj ishte edhe vendimi që fuqitë e mëdha kishin marrë për në Shqipëri Princ Vidin. Dhe për këtë arsye Ismaili dhe Esat Pashtoptani, i cili në këtë moment kishte krijuar një qeveri në Durrës, duhet të rishin nga skena politike për të hapur rrugën Princ Vidit. Pra u bashkuan disa faktorë rajonal, pra të brendshëm dhe të jashtëm, të cilët e detyruan Ismail Qemalin që të largohej nga qeveria e përkohshme e Vlorës. Kto janë kryesorët, pastaj mund të ketë detaje pafund, por këto janë arsyet kryesore që kjo qeveri mori fund. Meqense ju e cekët edhe Princ Vidin, çfarë roli kishte ai në Shqipëri, apo si erdhi me atë shpejtësi ashtu edhe u largua? Po Princ Vidi ka një rol episodik. Rrethanat politike të kohës nuk e lejuan që ai ta tregonte aftësinë për qeverisë, megjithatë nga shumë bashkëkohës shqiptarëve tuaj ka shumë kritika lidhur me mënyrën e administrimit të situatës në atë periudhë nga Princ Vidi. Pastaj fuqitë e mëdha nuk është se e kishin seriozisht principatën shqiptare, por faktin se ata kishin bërë një provë gjenerale në luftën ballkanike dhe do fillonte lufta parë botërore, pra ata në Rogos ishin duke u përgatitur, duke armatos për të filluar një luftë, një betejë më të madhe. Dhe kontradiktat që këto fuqitë e mëdha kishin me njëra tjetrën reflektoheshin edhe tek përfaqësuesit e tyre diplomatik në Principatën e Vidit. Pra këta austro-hungarezët dhe italianët, të cilët ishin këshilltarët kryesorë të Princ Vidit, në prapaskenë punonin kundër njëri tjetrit. Për të minuar planet, projektet, po edhe tarafet e njëri tjetrit në Principatën shqiptare. Pra kishte kontradikta të brendshme. Nga ana tjetër, fuqitë e mëdha i kishin premtuar një shumë të konsiderueshme Principatës shqiptare, pra një lloj kredie për ndërtu shtetin. Dhe pothuajse nuk i lëvruan asnjë lloj fondi që kjo të ndërmerrte hapet e para për ndërtimin e institucioneve shtetërore në këtë periudhë. Ju thatë pak më herët që kishte një tendencë për të gjithë ata që edhe drejtonin qytete të saktuara si Vlora, Shkodra, siç e thatë ju, për të bërë kryeqytete që ata drejtonin. Pse u zgjodh pikërisht Tirana? Atëherë Tirana, kjo lufta, betejë për të zgjedhur kryeqytetin është një betejë në kuptimin thojza shumë ashpër, e cila është reflektuar në shtypin e kohës deri kur Tirana është vendos zyrtarisht kryeqytetin e Shqipërisë në 25-ën. Se në janar 25-s është vendos zyrtarisht. Çdo shqiptar kërkonte që qyteti vet, krajina vet ishte epiqendra e zhvillimeve politike dhe ekonomike të kohës. Prandaj tu kryesisht Shkodra, Vlora, Elbasani, Durrësi e tjerë. Prandaj kishte pikpamje ose kërkesa nga më të çuditshme, edhe deri diku edhe të pa justifikuara, sepse çështja e kryeqytetit është një vendim politik i cili duhet marrë me konsensus. Mirpo, në këtë periudhë, pra nga viti 1920 kur mbahet Kongresi i Lushnjës, ata donin të hynin fillimisht në Durrës, por Durrës ishte qeveria e Durrësit dhe italianët, të cilët i penguan për të vendosur atje dhe pastaj kaluan nga Kavaja në Tiranë. Dhe nga viti 20 kur hyn në Tiranë qeveria e Lushnjës deri në 24, çështja e kryeqytetit ka qenë një çështje e hapur, pra nuk është se ka pas një vendim që Tirana do ishte kryeqytet, por de facto për shkak të pozicionit saj gjeografik, Tirana konsiderohej si vendi më i përshtatshëm, duke qenë edhe mes i Shqipërisë, por edhe një qytet larg kufive
politikë të shtetit shqiptar, ku fuqit fqinje e kishin pa mundur për të influencuar. Pra nuk kishte një rrezik potencial. Prandaj këta mendonin që Tirana është vend më i përshtatshëm. Pastaj, siç e tham, zyrtarisht Tirana është bërë kryeqytet në janar të 25-s nga Ahmet Zogu. Edhe Elbasani mund të ishte, edhe Shkodra mund të ishte një kryeqytet i Shqipërisë, për sa i përket infrastrukturës, elitave lokale, kontributit që këta kishin dhënë historinë dhe lëvizjen kulturore arsimore të kohës, por politikanët atyre viteve gjykuan si më të përshtatshëm Tiranën, vetëm për këtë arsye në pozicion gjeografik, duke qenë mesi i Shqipërisë dhe larg kufive të fqinjve ballkanik. Kjo është arsye kryesore. Diskutuar shumë edhe roli i Esat Pashtoptanit. Ai ishte patriot apo tradhtar? Është kjo enigmë e madhe. Unë kam pikpamje krejt ndryshme, ai do para pas rasti. Nuk është se sot ka një provë ose një fakt që ai është tradhtar. Pra çfarë ka tratu? Sepse këta akuzojnë për Shkodrën, por në Shkodër ka qenë një nga drejtuesit kryesorë të kësaj lufte, luftës më të madhe që kanë bërë shqiptarët, themon, dhe aty ka dhënë një kontribut maksimal, sepse pothuajse sa forca osmane kishte në Shkodër, aq ka sjellë këtu nga Shqipëria mesme dhe nga Veriu në luftën në Shkodër, pra forca vullnetare të mobilizuara vullnetarisht nga Esat Pashtoptani. Ai është përpjek që aty të bëjë një qëndrejtje të jashtëzakonshme dhe rënja e Shkodrës, dorëzimi i saj ka ndodhur për shkak të mbarimit të municioneve dhe të rezervave ushqimore. Mirëpo, kundërshtarët e tij politik, të cilët në luftën e Shkodrës nuk kanë dhënë asnjë kontribut, më vonë, për arsye të konkurrencës politike dhe luftës që ata kishin me njëri tjetrin, kanë nxjerrë fake newsin që ky e ka shitur Shkodrën. Pastaj, duke pas parasysh kontradiktat që ky ka me Ismail Qemalin në këtë periudhë, edhe për krahasit simpatizantë Ismail Qemalit, sigurisht për arsye të konkurrencës politike, dhe këta fillojnë një anatemim ndaj Esat Pashtoptanit. Sigurisht këtu rol kanë edhe fuqitë e huaja, sepse Austro-Hungaria në këtë periudhë ka kontradikta me Esatin. Pak më vonë edhe Italia, sepse çdo fuqi kërkonte që leadershipit politik shqiptar të impononte pikpamjet e veta. Pra në momentin që ti nuk pranon të përdorosh nga ato çfarë bëjnë? Duke pas financime, duke financuar një rrjet mediash dhe individësh caktuar në atë periudhë, fillojnë të hapin fake news-e, pra të anatemojnë në sytë e popullit. Përfitet për një marrëveshje, gjëja sikur Esat Pashtoptani ka nënshkruar me kryeministin e Serbisë, Nikola Pashiçin, në atë periudhë. Mirëpo, ai është vërtet që ka zhvilluar bisedime me Nikola Pashiçin në atë moment, por Nikola kërkonte disa gjëra nga Esat Pashtoptani, por ky i thonë që unë dakord mund të nënshkruaj çfarë duash ti, thonë, po unë nuk kam parlament që ta ratifikoj. Se Esat Pashtoptani është përfaqësuesi më tipik i real politikës në Shqipëri. Pra ka qenë mjeshtër i për të bërë real politik. Dhe gjithmonë arrindet që ti rrëshqiste këtyre pretendimeve që i kërkonin fqinjet ose politikanë të caktuar të fuqive të mëdha. Pra kjo marrëveshje që pretendohet sikur Esat Pashtoptani dhe më vonë Ahmet Zogu me Nikola Pashiçin janë fake news-e. Pra nuk ekzistojnë as në arkivat e Beogradit dhe as një arkiv tjetër. Thjesht ka bisedime që janë zhvilluar me politikanët, po politikanët gjithmonë bëjnë bisedime kështu gojore, pra me gojë, por nuk ka asnjë dokument, por vetë ka dokument shumë të shkruar me pika, po nuk ka një dokument të firmosur nga vetë Esati dhe të ratifikuar nga institucionet respektive të Serbisë apo të Shqipërisë atyre viteve. Pra janë nul gjuhën juridike, të paqena. Pastaj Esat Pashtoptani gjatë luftës parë botërore bashkëpunon me Antantën, sepse bota çahet në dy grupime kryesore, Antanta të bllokut qendror, ky është me Antantën dhe merr pjesë përkrah forcave franceze dhe të Antantës në luftën kundër bllokut qendror. Sigurisht ai jep një kontribut simbolik aty, sepse forcat që kishte Esati mobilizuara përkrah armatës së lindjes, që vepronte diku nga Maqedonia e sotme, ishin diku te 800 deri në 1500 forca dhe më tepër kishin një rol epistodik në luftën e parë botërore, se sa kanë mbajtur një peshë të madhe. Dhe kur mbaron lufta e parë botërore, Esat Pashtoptani ulet ose i takonte që tulen në konferencën e paqes së Parisit si përkrah aleatëve, përkrah fituesve. Mirëpo ky nuk e dinte që fuqitë e Antantës për të tërhequr Italinë në aleancë kishin nënshkruar traktatin e fshehtë të Londrës me 26 prill të 15-s, të cilës pra italisë i permetonin
Vlorën, Sazanin dhe Hinterlandin e saj. Dhe nëse krijohej një shtet musliman Shqipërinë e Mesme, do të ishte në protektoratin italian. Pra, Esati nuk i dinte këto. Këto dalin në publikisht kur ndodh revolucioni bolshevik në Bashkimin Sovjetik ose në Rusi, dhe Lenini i denoncon gjithë traktatet e fshehta të Rusisë, carit, me fuqitë e mëdha. Dhe aty bëhet publik. Pra, politikanët shqiptar, patriotët shqiptarë të 2 viteve, në këtë moment e marrin vesh që fuqitë e mëdha të Antantës kishin nënshkruar një marrëveshje me Italinë për coptimin e Shqipërisë. Dhe sa pas toptan sigurisht që u ndodh përpara një fakti të kryer, megjithatë prap në vitin 1920, britanikët, të cilët e kishin nënshkruar këtë traktat me Italinë, u bën pishman. Vendosin që të tërhiqeshin nga kjo taktikë dhe i nxitën shqiptarët që të mbanin kongresin e Lushës underground. Pra, nuk donin që Shqipëria të coptohej nga Italia, por krijohej një shtet shqiptar, sado i dobët shqiptar. Kjo përputh edhe me interesat e Jugosllavisë atyre viteve, edhe Jugosllavët nuk donin që shteti shqiptar të coptohej dhe në kufi me Jugosllavinë atyre viteve, do ishte një shtet i fuqishëm si Italia. Pra, konvergojnë interesat e Jugoslavëve dhe të britanikëve kundra pretendimeve italiane. Dhe sa pas toptani tani u ndon në gërshër, themi ne. Pra, ky nuk e dinte që fuqitë kishin nënshkruar një marrëveshje me Italinë, një marrëveshje të fshehtë për coptimin e Shqipërisë. Dhe italianët në këtë periudhë kanë bërë 3 vrasje politike. Pra, eliminojnë Ismail Qemalin. Edhe Ismail Qemali kërkon para ministrit të jashtëm italian për të shkuar në konferencën e paqes për të mbrojtur çështjen shqiptare. Edhe ai nuk e dinte që këta kishin nënshkruar marrëveshje të fshehtë me Antantën për coptimin e Shqipërisë. E helmojnë Ismail Qemalin, eliminojnë Preng Bip Dodën, pra e vrasin diku nga Lezhë, shqiptarë kanë vrarë, po në prapaskenj kanë qenë italianët, dhe eliminojnë edhe Sat Pash Toptanin. Pra 3 figura politike, kanë eliminuar edhe figura të tjera më të nivelit 2, të cilët konsideroheshin si anti-italian. Avni Rostemi ka qenë vrasës me pagesë në këto kushte? Avni Rostemi është një i ri, një student shqiptar i cili ka indicie që ka marrë para nga politikanë caktuar brenda Shqipërisë, sepse Estatin në moment nuk e donin vetëm italianët, kishte edhe një pjesë të leadershipit politik shqiptar, të cilët gjatë luftës parë botërore nuk është se kishin luajtur një rol, por kur mbaroi lufta, të gjithë turën drejt pushtetit për të marrë benefitet. Pra ka dhe një grupim brenda Shqipërisë, të cilët bashkëpunojnë pra me Italinë, por edhe me Avni Rostemin, dhe i japin para dhe dërgojnë në Paris për të eliminuar Sat Pash Toptanin. Tash ka disa hipoteza, ndoshta Avni Rostemi mund të jetë vrasi vërtet, po ndoshta mund të jetë edhe personi i cili e ka marrë përsi për vrasjen dhe këtë mund ta kenë kryer oficerët e shërbimit sekret francez apo policisë franceze. Pra ka disa hipoteza që edhe ne sot tek kësaj dite nuk është se i kemi sqaruar siç duhet. Gjithsesi vrasja është bërë nga krau filo-italian, pra nga Thujet. Ka disa arsye tjera plus për këtë gjë, për që nxitën vrasjen. Sat Pash Toptani në këtë periudhë kërkon nga konferenca e paqes dhe nga fuqitë e kohës reparacionet e luftës. Pra për herë të parë në historinë politike të shtetit shqiptar, ky kërkon dëmshpërblime, jo vetëm për pronat që këta i kishin dëmtuar Estatit, pra pronat e tij personale, sarajet e tjerë, por edhe për shtetin shqiptar. Kjo shifër shkon te disa miliona dollar, të cilët fuqitë e mëdha nuk ishin gati ta hapnin këtë lojë, çështën e reparacioneve, dëmshpërblimeve, sepse kishte kosto shumë të mëdha. Nga ana tjetër, ky kërkon në një takim me presidentin e SBA-s, Wilsonin, i kërkon protektorat amerikan mbi Shqipërinë. Mirë po Shqipëria në atë periudhë konsiderohej si një domen i Francës, i Britanisë së Madhe dhe fuqive Italisë e tjerë. Dhe këta fuqitë e kohës, fuqitë europiane të kohës, nuk kërkonin që në Shqipërinë atyre vite të interferonte ose të ndërhynte një fuqi më e madhe dhe më e largët siç ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra për gjitha këto arsye, të brendshme dhe të jashtme, u vendos që Sat Pash Toptani të eliminohen nga skena e politikës shqiptare. Kemi edhe Fanolin, një figurë shumë e madhe për popullin shqiptar dhe qeveria ti nuk ishte e gjatë 6 muaj. Ai ka pasur po ashtu rol edhe në konferencën e Londrës për ndarjen e shtetit shqiptar dhe shtetformimit. Por çfarë roli ka pasur në këtë konferencë, duke qenë se ishte një njohës shumë i mirë i gjuhës angleze, po ashtu njihej edhe si një orator shumë i madh. Nuk ishte rol vendimtar për të bërë të mundur që ata të bindeshin dhe na lejoheshin pak në kufit që ne kemi pasur historikisht. Jo, kontributi i Nolës është më tepër në konferencën e paqes 1920, po. Këtu
ai sigurisht edhe më parë ka një kontribut shumë të madh për sa i përket projektit për autocefalinë e kishës ortodokse shqiptare, pra për kriju një kishë pavarur. Këto ai fillon që kur ndodhin Shtetet Bashkuara të Amerikës, që atje fillon kur sigurohet prift e tjerë, por për sa i përket aspektit politik dhe kontributit që ai jep në konferencën e paqes, është kontribut shumë i madh që jep, pra përpiqet bashkë me delegacionet e tjera shqiptare, sepse në konferencën e paqes shkojnë disa delegacione. Edhe nga qeveria e Durrësit, që ishte filo-italiane, edhe nga Stambolli, nga kolonitë e ndryshme shqiptare. Pra dhe Noli ka një kontribut në konferencën e paqes për të mbrojtur integritetin territorial të Shqipërisë, pra kufit e 13-ës. Sepse këta kishin thënë se po zhboi dhe ajo Shqipëri që i kishin premtuar në konferencën e ambasadorëve në Londër, në konferencën e paqes. Ai aty ka një kontribut shumë të madh diplomatik, edhe gjatë viteve 20-24, për sa i përket konsolidimit të kishës shqiptare, dhe aty përpiqet që bashkë me klerik të tjerë shqiptar, patriot, ortodoks ishin brenda strukturës së shtetit, të nxisnin frymën, të konsolidonin frymën për krijimin e kishës autocefale shqiptare. Kurse pastaj në politik, Noli është një person shumë emotiv, shumë emocional. Pra, siç janë përgjithësi letrarët, shkrimtarët e tjerë, ishte idealist, por ka disa, për mendimin tim, ka disa reminiscenca ose disa probleme që nuk duhet t'i bënte. Megjithatë, në 24 Reforma agrare, një ndër to? Po ka shumë gjëra, reforma agrare e tjerë, për shembull, një nga arsyet, gabimet e tij politike që i dhan pikë Zogut, është fakti se kur vjen pushtet në qershor 24-s, ky përpiqet që të vendosë marrëdhënie diplomatike me Bashkimin Sovjetik. Mirë, po Bashkimi Sovjetik në atë periudhë ishte një shtet izoluar në arena ndërkombëtare, pra fuqitë e mëdha e kishin izoluar në aspektin diplomatik. Mirë, po Noli, duke pas një simpati ndaj, si shumë intelektual europian të kohës, ndaj Bashkimit Sovjetik, komunizmit, propagandës, ideve të barazisë sociale që bënin bolshevikët majta, ky vendos që në ndikimin e disa bashkëpunëtorëve vet të njohë Bashkimin Sovjetik dhe të pranojë një mision diplomatik përfaqësie në Tiranë. Mirë, po kjo e trembi Britaninë e Madhe dhe disa fuqi europiane të kohës, se mos Noli mund ta kthente Shqipërinë si një vatër të bolshevizmit në Ballkan dhe në Europë. Pra, kjo i nxiti ata që t'i jepnin një mbështetje Zogut, i cili në këtë moment ndodhet në Beograd për të rikthyer në Shqipëri. Sigurisht ata diplomatët britanik dhe europian në atë periudhë i bën disa herë presion Nolit për me që ke ardhur me gru shtetin pushtet, tani legjitimoje pushtetin, pra bë zgjedhje të lira të ndershme. Mirë, po Noli i zgjati ose i zvarriti në maksimum datën e shpalljes së zgjedhjeve dhe ai më në fund e shpall, por nuk premtoi kohë sepse Zogu nga ana tjetër dhe kundërshtarët e tjerë po merrnin masa për të rikthyer deri Tiranës. Pastaj një gabim tjetër diplomatik i Nolit është fjalimi që ky mban në lidhjen e kombeve. Në lidhjen e kombeve, përveç kërkesës për borxh që i bën atyre, fuqive të mëdha, fillon në moment që ata refuzojnë ta ndihmojnë në aspekt financiar, fillon i denigron me një gjuhë shumë të ashpër. Pra, kritikon parlamentarizmin, duke konsideruar si një fluks sapuni, apo kuvendin, parlamentet, institucionet ndërkombëtare si lidhja e kombeve e tjerë, dhe kjo ngjall një habi shumë të madhe për pat një impakt negativ në opinionin europian dhe diplomatik kohës. Ai sa një nga bashkëpunëtorët e Nolit, i cili ka qenë aty i pranishëm si këshilltar, sapo ky mbaron fjalimin, sa ai ishte shumë orator, po oratoria nuk do të thotë se përputhet me të vërtetën ose me mënyrën se do të flasë një kryeministër në një organizatë ndërkombëtare. Pra një nga bashkëpunëtorët e vet, në momentin që ky mbaron fjalimin, i thotë shpejt dalim, thotë ikim nga këto, i thotë, sepse e kuptoi gabimin fatal që Noli bën në podium, në lidhjen e kombeve. Pra edhe kjo ka ndikuar shumë negativisht që Noli të humbte gjithë atë pak simpati që mund të kishte në arena ndërkombëtare. Dhe këto shkuan, gjithë këto pikë shkuan në favor të Zogut, pra fuqitë e mëdha, sidomos Britania e Madhe, mendoj që i vetmi person i cili mund ta stabilizonte shtetin shqiptar ishte vetëm Ahmet Zogu dhe bashkëpunëtorët e tij. A kishin parti politike siç kemi sot aso kohë? Ka pas shumë parti politike,
ka pas shumë parti politike, sidomos në vitet 20-24, parti ndryshme, grupe ndryshme politike, por edhe ajo përplasja, ballfaqimi politik ka qenë shumë i ashpër. Sigurisht që partitë politike në atë periudhë, fatkeqësisht edhe sot, nuk kanë qenë të mirë strukturuara, por kryesisht ata grumbulloheshin rreth kryetarit partisë, pra rreth Nolit, Zogut apo të personave të tjerë me influencë në ato vite. Pra nuk kishte shumë rëndësi programin vetvete sa drejtuesi i partisë përkatëse. Kur ka nisur të votohet për herë të parë në Shqipëri, nëse kemi këtë të dhënë? Tash për herë të parë në Shqipëri ka nisur të votohet në kohën e Prandarisë Osmane. Për herë të parë, nëse kemi zgjedhje si koncept. Pra në zgjedhjet e vitit 1876-77. Pra që në atë periudhë shqiptarët kanë pas deputet në parlamentin osman të atyre viteve. Po ai parlament qëndron shumë pak hapur sepse fillon lufta turko-ruse dhe Sultan Abdulhamit II e mbyll parlamentin e parë osman dhe pastaj zgjedhjet të tjera parlamentare janë bën vitin 108. Pra kur ndodhi revolucioni Xhon Turk dhe Xhon Turqit rishpallin kushtetutën dhe thrasin parlamentin. Pra edhe në parlamentin osman të këtyre viteve, pra në 108-ën, zgjedhjet bën edhe dy herë tjera deri në 12-ën. Shqiptarët kanë pas përfaqësuese vet në Stamboll, pra në parlamentin osman. Pastaj sigurisht që për sa i përket shtetit shqiptar, zgjedhjet fillojnë në 20-ën e mbrapa. Nga 20-a deri në 24-ën ka pas zgjedhje të cilat kanë qenë shumë të mira, po ka pas edhe probleme të natyrave nga më ndryshme. Në vitet 20-24, edhe më vonë, edhe në kohën e Republikës dhe Monarkisë, zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë me dy shkallë. Pra nuk votoi direkt për deputetin përkatës, por kanë qenë me dy shkallë si në disa shtete të ndryshme të Europës. Pra, një krahinë të caktuar se një fshat zgjidhte një përfaqësues, dhe ai përfaqësuesi votonte për deputetin përkatës. Ky ishte një lloj filtri, sepse siç themi ne sot që si ka mundësi që vota ime është e barabartë me një person të pashkolluar. Pse duhet të jetë e barabartë? Edhe në atë periudhë për të filtruar këto, siç ka delegatët e Amerika, në një farë formë. Për të filtruar këto si themi ne nonsenset e kohës, për shkak edhe të diferencave shumë mëdha që shoqëria shqiptare atyre viteve kishte për sa i përket formimit, arsimimit e tjerë, politikanët tonë të atyre viteve e panë më të rëndësishme që zgjedhjet ishin në dy shkallë. Për mendimin tim ka qenë diçka e gjetur për kohën. Sot ndoshta nuk vlen, sepse shumica e njerëzve kanë një farë shkollimi, një farë nivel intelektual, por në ato vite ku diferencat sociale midis individëve që banonin karriera ndryshme shumë mëdha, ata ishte një gjetje e gjetur, një zgjidhje e gjetur kjo formë. Sot më mendoj që nuk vlen, sepse kemi evoluar si shoqëri. Kemi edhe mbretin Zog, një figurë shumë dimensionale e parë në rrafshe të ndryshme për lidhjen që ai kishte me Italinë, më pas dhe urrëtitjen po me shtetin italian. Bëri shumë aspekte të modernizimit të shtetit shqiptar mbreti Zog, dhe nëse do të ishte akoma në pushtet dhe mos niste lufta e dytë botërore, më pas edhe komunizmi, në cilin hap do të ishte Shqipëria sot, nëse do të ishte akoma në atë lloj fryme. Atëherë, për sa i përket raporteve që shteti shqiptar atyre viteve ka me Italinë, kjo erdhi për faktin se fuqitë e mëdha në 21 nëntor të 21-shit i njofën Italisë një lloj pozite të preferenciale ose një pozitë veçantë ndaj Shqipërisë. Pra ja lanë Shqipërinë Italisë për ta mbikëqyrur, një rol mbikëqyrës. Mirë po Italia, nga që kishte interesa drejt për drejta në këtë rajon të gjeografi, gjithmonë përpiqej që këto vendimet e fuqive të mëdha në nëntor të 21-shit i tejkalonte, pra ta arriste influencën politike dhe diplomatike në këtë rajon. Dhe sigurisht, edhe shqiptarët të periudhë kishin nevojë për Italinë, por Italia, sidomos në vitet 20-24, mbas luftës Vlorës, mbasi shqiptarët i dëbojnë nga Vlora, kupton diçka që unë më mirë është të tërhiqem ushtarakisht nga Shqipëria dhe të filloj të influencoj politikisht, diplomatikisht dhe në aspektin ekonomik. Ta kthej Shqipërinë një lloj protektorati timin me fjalë. Pra u tërhoq ushtarakisht në të periudhë. Dhe në vitin 2024 ka interferuar shumë që të kishte në krye të Shqipërisë gjithmonë persona, kryeministra apo ministra që ishin favorit të politikës së saj. Mirë po, elita jonë politike
prap u përpoq t'i bënte bisht, pra t'i rrëshqiste Italisë, pra të merrte më shumë se sa t'i jepte. I gjithë destabiliteti politik në vitin 20-24 është edhe për fajt Italisë. Pastaj mbas 25-s deri në 39-ën, edhe Zogu u përpoq që të gjente hapësira të tjera përveç Italisë. Mirë po të gjithë fuqitë më të kohës, edhe Britania e Madhe, edhe Franca, edhe shtete tjera, nuk është se u treguan të gatshme për ta mbështetur shtetin shqiptar në aspektin ekonomik. Dhe e vetmja derë apo port ku shteti shqiptar mund të trokiste ishte Italia. Për këtë arsye, shteti shqiptar në atë periudhë nënshkroi disa marrëveshje ekonomike dhe politike me Italinë. Politike për shkak se elita jonë atyre viteve dhe Zogu mendonte që Italia është një shtet i cili ka pretendime ndaj Shqipërisë, por duke pas detin mes krahasuar me Greqinë dhe Jugoslavinë, influenca dhe ndikimi i saj nuk është aq i fuqishëm dhe i rrezikshëm sa këto dy shtete. Prandaj, duke marrë në konsiderat Italinë dhe Jugoslavinë dhe politikat e tyre anti-shqiptare në këtë periudhë, Zogu dhe leadershipi politik i kohës menduan që Italia është një shtet më në rrethana të tillë është një shtet më i përshtatshëm për ne. Dhe Italia, ç'është e vërtetë, ka dhënë një kontribut edhe ekonomik. Për ato kredit, gjëra që jepte, dakor të jepte për interes të saj, siç i japin shumë shtete sot, por dhe shteti shqiptar me ato kredit Italisë arriti që të bënte disa gjëra për sa i përket aspektit urbanistik, ndërtimit të institucioneve, hapjes shkollave, organizimit të ushtrisë, xhandarmerisë të kohës e tjerë. Megjithëse Zogu përpiqej që kur ishte para 24-s, kur ishte kryeministër, ministri i brendshëm, përpiqej që të merrte këshilltar britanik, pra ministrat britanik në Shqipëri, ai merrte këshilltar, pra zyrtarisht. Këtë e bënte për të mbajtur larg ose për të goditur influencën italiane dhe të fuqive të tjera rajonale. Dhe madje kur bëhet president, merr gati 7-8 apo më shumë ish oficer britanik që kishin dalë pension dhe i merr në punë me kontratë për të organizuar ushtrinë dhe sidomos xhandarmerinë shqiptare. Madje disa nga këta i cakton edhe si inspektor të xhandarmerisë në krahina ndryshme të Shqipërisë. Për të vendosur rendin, për të organizuar institucionet atje. Dhe këta oficerët britanik shërbenin njëkohësisht edhe për qeverinë shqiptare, pra edhe për shtetin shqiptar, por nga ana tjetër ishin edhe një lloj informatori për ministrin britanik në Shqipëri dhe për Londrën. Pra ajo përpoq gjithmonë që të krijonte një ekuilibër ose një kundërpeshë ndaj influencës, deportimit të influencës italiane në Shqipëri, duke marrë britanikët në pozita kyçe. Kështu që ai me këto kredit që mori nga Italia u përpoq që ndërtonte edhe këto ministri që ne kemi sot, se shteti shqiptar pas Zogut, po këto ministri që janë ndërtuar në ato vite nuk është se ka ndërtuar ministri të reja, po institucionet të reja shtetërore, qeveritare. Pastaj historia mbas 39-ën, mbas pushtimit është gjë tjetër. Ai Zogu nuk mund ta shmangte dot 39-ën, sepse fuqitë e Boshtit ishin në ekspansion dhe po përgatiteshin për luftën e dytë botërore. Thjesht Zogu e dinte që do pushtohej Shqipëria që 3-4 vjet përpara dhe përpiqej që në kontaktet dhe bisedat që bënte me ministrat e huaj në Shqipëri, pra me ministrin amerikan, se ambasadorët apo quheshin ministra. Edhe për shkak të një niveli më të ulët, sepse Shqipëria ishte një shtet shumë i vogël, krahasuar me Francën apo me Britaninë, dhe ambasadorët amerikanë apo edhe vetë britanikët quheshin ministra, jo ambasador. Në bisedat që bënte me këta, e shprehte shqetësimin ndaj presionit italian në Shqipëri. Mirë po, pushtimi i Shqipërisë ishte i pashmangshëm, thjesht ky përpiqej ta vononte. Pra që Shqipëria të pushtohej në momentin kur do fillonte lufta dytë botërore, me qëllim që pas luftës Shqipëria të ulej në vendin në përkrah vendeve fituese. Fatkeqësisht italianët organizojnë disa lëvizje antikushtetuese dhe atentate kundra Zogut për ta eliminuar, me qëllim që të shfrytëzonin këto traktate që Shqipëria kishte nënshkruar me Italinë në 26-ën dhe 27-ën, sepse në bazë të këtyre traktateve, nëse do kishte një tentativë për të rrëzuar rendin kushtetues në Shqipëri, Italia kishte të drejtën për ndërhyrje për ta rivendosur. Mirë po Zogu, gjithë këto përpjekje të Italisë për nxit lëvizjet e brendshme, ja dogjej këto kartat, këto planet, dhe i vetmi plan ose alternativë Italisë ishte organizimi i një agresioni të armatosur ndaj shtetit pavarur shqiptar, i cili ndodhi më 7 prill 39-s. Në ato rrethana Zogu
e kishte të pamundur që të bënte një qeverisë armatosë, sepse shqiptarët ishin 800.000 banor, pleq, gra, plaka dhe fëmijë, por nga ana tjetër mori masa për të organizuar një qendrë simbolike nga Shëngjini deri në Sarand, pra në portët kryesore të Shqipërisë ku do vinin italianët. Dhe këtë realizoi, së mos miri në Durrës, ku Xhandarmeria shqiptare në drejtimin e Abbas Kupit dhe oficerëve të tjerë, shtetit shqiptar, u përpoqën që të rezistonin agresionin italian për disa orë dhe i shkaktuan disa viktima. Kjo ishte thjesht për të sensibilizuar opinionin publik ndërkombëtar të atyre viteve që shqiptarët i pritën italianët me armë në dorë. Dhe kjo ndodhi, sepse shtypi kohës, fotoreporterët kohës kanë botu shumë artikuj dhe foto nga përplasja e këtyre forcave shqiptare me italianët. Fatkeqësisht, kjo nuk u morë në konsiderat nga britanikët, të cilët deri në 41-42 i vendosën në pyetje kufit e ardhshëm të shtetit shqiptar. Pastaj amerikanët ndërhyn, pra ministri i jashtëm ose sekretari i shtetit për politikën e jashtme, ai bën një deklaratë që sido që vinë ngjarjet ose gjërat, ne do të njohim kufit e shtetit shqiptar të vitit 13. Kjo ishte pak a shumë pozicioni i Shqipërisë para dhe në prag të luftës së dytë botërore.